Politika shqiptare ka festuar e ndarë dhe këtë vit festën e çlirimit të Tiranës. Të majtët janë mbledhur para monumentit të ushtarit panjor, ku bën homazhe dhe vendosën kurora me lule. Në ceremoni kanë marrë pjesë kryeministri Rama, kreu i parlamentit Ilir Meta si dhe antar të kabinetit qeveritar, ndërsa përshëndetja e rastit është dhënë nga prefekti i Tiranës Sadi Vorpsi. Është detyra jonë, por edhe të gjithë brezave që do vinë të nderojmë veprën e atyre që zgjodhen të vdisnin në këmbë që një popull të mos ishte i gjunjëzuar. Në kremtimin e 70 vjetorit të çlirimit të Tiranës, nuk munguan as fotot e diktatorit Enver Hoxha, që këtë herë janë shfaqur vetëm pak metra larg kryeministrit Rama dhe kryeparlamentarit Meta. Fotot kanë tërhequr dhe vëmendjen e vet Ramës, i cili nuk ka reaguar, por gjithsesi ka kthyer disa herë shikimin për të parë skenën, që për një moment u pasua dhe me thirrje pro ish diktatorit komunist. Rishfaqja e përsëritur e fotografive të diktatorit Enver Hoxha, të herë në mes të Tiranës, dhe në një ceremoni ku mirte pjesë vetë kryeministri dhe kreu i parlamentit, ka sjellë reagimin e menjëhershëm të Partisë Demokratike. Me fotot e Enverit pas shpatullave, me korin e Enverit në sfond, Rama dhe Meta gjetën mënyrën më të turpshme për të baltosur 70 vjetorin e çlirimit të Tiranës. Duhet ishte dita për të bashkuar gjithë shqiptarët, pavarësisht preferencave politike, në nderim të të rëndëve, në nderim të luftës tyre. Por Edi Rama zgjolli kursin e përçarjes, duke provokuar e duke baltosur sakrificat më të larta njerëzore që u bën në emër të lirisë dhe të kombit.